Stafi I mbetur I redaksisë së revistës satirike Charlie Hebdo është zotuar se do mërkurën e ardhshme, revista do të botojë 1 milion kopje ndryshe nga herët e kaluara, kur tiraxhi I kopjeve arrinte në 50.000. Revista do të ketë vetëm 8 faqe. Patrick Pelu është gazetar në revistën Charlie Hebdo. Ai është gjithashtu doktor dhe vonesa ditë në zyr I shpërtoi jetën. Ata vranë njerëz që ishin jashtëzakonisht tolerant dhe që trajtonin të gjitha fetë njësoj. Për këtë arsye ata bënin karikatura të gjitha feve në të njëjtën mënyrë, pa urrëtie. Ne bënim shaka, ne vizatonim karikatura, ne bënim humor. Nuk e di nëse e keni vënë re, por nuk ka diktator që ka përdorur shakan. Humori përdoret nga njerëz që e dinë se çfarë është kultura. Kjo është ajo që Charlie Hebdo bënte dhe këtë do të vazhdojmë të bëjmë. Ndërkohë në gjithë botën janë mbajtur omazhe në nder të 12 viktimave të masakrës të së mërkurës. Seguimos como ya de hoy cuando el partido. Como muy intimidantes. Edhe kulla e Eiffel u bashkua omazheve.